Të dashur teleshikuesët televizionit të shqiptarëve të Amerikës. Lidhja midis Shteteve të Bashkuara, këtij dheu ton të dytë dhe vetëlidhjes, është gjithnjë e pashlyeshme, është gjithnjë e pashkëputshme. Dhe më tepër duket kjo tek shoqatat e ndryshme, siç është rasti i shoqatës Malësia e Madhe, e cila për 23 vjet sa është krijuar ka ruajtur lidhjet e saj me dheun, me vendlindjen, duke ndihmuar në zhvillimin e komunitetit shqiptar aty në vendlindje, në aktivitete kulturore, në aktivitete bamirësie, që nga studentët, që nga njerëzit në nevojë. E natyrisht kjo traditë vazhdon edhe ruhet edhe sot e kësaj dite. Sot jemi këtu në mjediset e Kiqes së Shën Palit, ku shoqata më e madhe e malësorëve në diasporë, Malësia e Madhe, tu në Michigan organizon darkën e saj fond mbledhëse për të ndihmuar për malësinë. Vinë malësorë të ndryshëm, të gjitha fiseve, të gjitha bajraqeve, këtu për të dhënë kontributin e tyre për zhvillimin e mëtejshëm të malësisë, për të ruajtur lidhjet e tyre me vendlindjen. Në biseda me ta, shpeshherë diskutohet ku është më mirë, në Amerikë apo në vendlindje. E dikush në tavolinën tonë na tha, sa shkoj atje, nuk dua të jem në vend tjetër. Megjithatë, ne jemi larg, jemi të gjithë të mërguar, por me zemër, me shpirt, jemi në vendlindje. Ne do të pasqyrojmë pikërisht zhvillimin e këtij aktiviteti nga shoqata e Malësisë së Madhe, e cila ka arritur të mbledh donacione për të ndihmuar shoqatën dhe zhvillimet e Malësisë së Madhe atje në vendlindje, në trojet shqiptare, në kufirin midis Shqipërisë dhe Malit të Zi.
Mirëmbraman të gjithëvet, i nderuari me shtar Dom Fred Kalaj, i nderuari konsuli i nderit e Krembardha, jemi krenar që të kemi në mesin tonë, për punë dhe veprat tua që ke ba për kombin shqiptar. Të nderuar patriot dhe aktivist të çështjes shqiptare dhe përkras të mëdhej të shoqatës adletare Malësia e Madhe. Të nderuar shoqata të komunitetit ton, shoqata Jehona e Malësisë me kryetarin zotni Agron Dedivanaj, shoqata Sofra e Kastratit me kryetarin zotni Valentin Lumaj, shoqata Koja me kryetarin zotni Nua Gorvokaj, shoqata Rapsha me antarin e kryesisë zotni Anton Lajçaj, të nderuar Këshilli i Kishës me kryetarin zotni Gjergj Lajçaj. I përshëndes dhe i falenderoj këngëtarët Kol Lehan Nik Prelaj, Fran Lucaj, Elvis Tërshanaj dhe Arsit Cekën, që në artojnë son të falas zemra u knoft. Në emër të shoqatës adletare Malësia e Madhe, ju përshëndes të gjithëvet nga kjo sallë e kishës së Shënpalit, nga ky vend, nga ky tempull i fesë dhe i kombit shqiptar. Shfrytëzoj rastin të përshëndes të gjithë anëtarët dhe kryesinë e shoqatës adletare Malësia e Madhe, po ashtu përshëndes të gjithë kryetarët e mëparshëm të shoqatës sonë, që nga themelimi i saj. Në mënyrë të veçantë falenderoj familjen e të ndjerit Simon Palushaj, e cila po vazhdon të kontriboj për shoqatën tonë. Zoti e shpërbleft me të mira në familjen e tyre. Jam shumë i lumtur dhe krenar që të paraces para jush pasqyrën e punës së gjatë gati 25 vjeçare të shoqatës adletare Malësia e Madhe në Michigan. Si shoqata më e rëndësishme patriotike që u formua në fillim të shekullit 21 nga burrat malësor që jetojnë dhe veprojnë në këtë vend. Kjo shoqat lindi pas shumë viteve të veprimtarisë patriotike që ben malësorët në Amerikë në përkrahjen e Kosovës dhe çështjes shqiptare. Malësorët që në zemër dhe mendjen e tyre ishte dashuria e madhe për vendlinjen tonë të shtrejt Malësi. Ne i vëmë vetës detyrë që së bashkut me mbar komunitetin të japim kontribut për të ndihmuar Malësin për çdo nevojë që ajo pati. Vetëm të kthehemi e të mendojmë se si ishte Malësia jonë para 25 vitesh dhe çfarë nevojash kishte ajo. Nevojat ishin të shumta, si në punësim, shkollim, shëndetësi, rrugë, furnizim me ujë, veprimtari të shoqatave kulturore e shumë gjëra tjera. Por mungesa më e madhe ishte vetëseverisja lokale. Malësi si mungote komuna e plot që malësorët të jenë zot shtëpijet në shtëpinë e vet. Mendoj se kjo ishte detyra jonë kryesore, derisa edhe kjo realizua para 6 vite, ku shoqata jonë la kontribut shumë të rëndësishëm. Ne gjithmonë do të përcjellim situatën në vendlindje dhe ne si çdo herë do të jemi të paluhatshëm për të ndihmuar që Malësia jonë të jetë gjithmonë e bashkuar në zhvillimin dhe përparimin e saj. Veprimtaria jonë patriotike kur nuk do të pushoj për të ndihmuar e përkrah Malësinë në çdo drejtim. Për këtë shpreh edhe dëshirën që shoqatën tonë t'ua lëm trashëgimi edhe brezave që vinë pas nesh, që të punojnë për të mirën e komunitetit tonë që jetojnë këtu si dhe për vendlindjen tonë të shtrejtë. Prandaj sonte
Unë këtë aktivitet ton e quaj një fest ku na bashkon të gjithëve dashuria për vendlindjen tonë. Vërtet jemi larg vendlindjes son, por shpirti ynë është gjithmonë i lidhur ngusht me trojet e sajna, me zgjuhën e bukur shqipe, historinë tonë që kemi i trashëgua brez pas brezit. Gjithashtu kemi nder të kemi mes nesh edhe shoqatën në Kosova, që gjithmonë, me falni se gjithmonë kem bashkëpunojmë edhe në të ardhmen me të gjitha shoqatët. Prandaj jemi këtu për të ndihmuar atë sot, por edhe nesër, sepse ajo ka nevojë për ne, e ne kemi nevojë për të. Në këtë mënyrë, ne kur nuk do të harrojmë kush jemi dhe prej nga vim. Në emër të kësaj uroj që gjithmonë të jem krenar dhe në shpirtin ton të jetoj gjithmonë patriotizmi për popullin ton shqiptar dhe për vendlindjen ton malsi. Punët dhe veprimtarin e shoqatës sonë e kemi shkrua dhe vendos në tavolinat tuaja ku mund të shihni masë mirit. Por nuk mundi pa i përmend disa pika të rëndësishme ku shoqata jonë ka dhënë kontribut. Shoqata jonë në bashkëpunim me shoqata tjera malsore në Amerikë, vendosëm për mendorin e herojit tonë me të madh kombëtar, Gjergj Kastriotin Skënderbeu në Tuzë me 28 nëntor të vitit të kaluar. Verën e kaluar u përurua kulla e bajraktarit të Malësisë Turmula. Për këtë vepër madhështore, kontribut të rëndësishëm ka dhënë edhe shoqata jonë. Kontribut të çmuar ka dhënë shoqata jonë edhe në ndërtimin e bibliotekës At Vincenz Malaj në Tuzë. Këto ditë shoqata jonë u bashkua me të gjitha shoqatat në diasporë për mbrojtjen e plazhit të madh në Ulqin, me qëllim që për këtë çështje të vendos komuna e Ulqinit jo Podgorica. Edhe një herë shoqata Lletare Malësia Madhe ju falenderojnë për praninë tuaj dhe për kontributin financiar që po i jepni shoqatës sonë. Po ashtu, falenderojmë të gjithë ata që sonte nuk janë me ne këtu, por kanë lënë ndihmë financiare këto ditë dhe vazhdojnë të na përkrahin sepse aktiviteti vazhdon. Arkatari i shoqatës Pashko Gjokaj do të lexojë të gjithë emrat e atyre që kanë kontribuar deri tani. Po ashtu, në mënyrë të veçantë falenderoj Pjetër Stanaj për përkrahjen e madhe që i ka dhënë shoqatës sonë gjatë këtyre vite nera i kjo. Falenderojmë Nikol Lukun Vulaj për përkrahjen madhore gjithashtu. Nder dhe respekt gjithmonë për ju dhe të jeni të sigurt se ndihmat tuaja do të shkojnë aty ku është më së nevojshme për vendlindjen tonë dhe ju falenderoj të gjithëve. Kam nder të ftoj Ekrem Bardhan të na përshëndes me 2-3 fjalë. Mirëmbrëma. Si që shifni shumë dashamirës këtu miqtë e mi, po më thanë, më përshëndetën duke shiri. Me të vërtet, dhe përgjigja ime ishte edhe molla duke të kuqe për nga brenda ka probleme. I nderuar zoti Ndrek Gjolaj, kryetari shoqatës Malësia e Madhe. Më lejoni t'ju përshëndes zonja dhe zotrinj, bashkëdetar në trevat shqiptare të Malësisë Madhe. Unë nuk kam shumë kohë që njifem me malësor vetëm mbi 75 vjetë. Dhe të them këtë pse kam patur këto lidhje kaq të ngushta. Me të vërtet, kur kam preng gruta, ata që janë në moshën time, ishte i pari që ka emigruar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe për fat keq ahere filloi dhe emigracioni
nga terrorizmi i Jugoslav, që ju largoheshit se ishit të detyruar. Dhe unë fillova të njihe me malësor. Dhe ajo që më ka bërë përshtypje, virtutet, traditat, zakonet tuaja janë për një shembull për ne shqiptarët. Dhe me këto lidhje, unë kam bashkëpunuar për një periudhë shumë të gjatë. Dhe vazhdoj të kem lidhje me ju, sepse ju dua shumë, sepse jeni të dashur, keni tradita shqiptare, zakonet më të mira që unë kam parë në trevat tona, që me të vërtet ju duhet jeni kryelar. Kur e them këtë që juve, po dhe unë jam kryelart me ju. Dhe kam rastin të them që dhe një rast tjetër, ne këtu komunitetit Detroitit ka bërë histori. Dhe mos harroni dhe shumë na juve e dini fare mirë. Këtu në Detroit filloi i treguam botës me Kongresin Amerikan, me ndimin Amerikës, me presidentët Amerikan, i tregojmë botës, sepse kur Pitri Vezaj u arrestua dhe u dënua me 7 vjet burg pa drejtësisht, sepse ai mori pjesë në një demonstratë paqësore në Washington DC, ju dha vizë për të vizituar Ktuzin, familjen, vendlindjen e tij. Pa drejtësisht ai u arrestua dhe u dënua me 7 vjet burg. Për herë të parë në histori, Amerika dhe Kongresi Amerikan, qoftë se Pitri Vezaj nuk liroi brenda 24 orëve, Shtetet e Bashkuara të Amerikës të ndërprejnë marrëdhënie diplomatike dhe tregtare. Për këtë nuk ishte vetëm çfarë ndodhi në Marsi, në trevat tuaja, po ishte se ç'bë gjenocidi në Kosovë, në Maltëzi, në Maqedoni, ku vendet që jetojnë shqiptarë. Prandaj e them këtë dhe mos u mërzitni, sepse e them me krenari që të gjithë nuk e ka bërë një njeri, e kemi bërë ne të gjithë dhe kemi bashkëpunuar në demonstrata paqësore dhe e them me bindje, sepse Amerika i dha pavarësinë Kosovës dhe po të mos ishte Amerika, nuk të kishte jo Kosovë, por as Shqipëri. Prandaj, ju marsorët, këtë jeni krenar dhe unë jam për gjithmonë mirënjohës dhe të mbetem miku juaj, i dashuri juaj dhe vazhdoni punën tuaj, shoqata Varësia e Madhe jep një kontribut për vendin e tyre edhe për këtë ta vazhdoni rrugën e drejtë, të ndihmoni familjet tuaj dhe këtë e keni bërë dhe unë jam krenar edhe për këtë. Ju falenderoj shumë, mirupafshim. Zotni kryetar Nerek Gjollaj i shoqatës adhëtare Malësia e Madhe. Do të aprovoj, mos me zgjat shumë, por do të aprovoj me fjalë, se unë vetë jam krenar dhe gjithmonë e përdori, dhe nuk u iki maleve të Malësisë Madhe, 7 bajraqeve, se i dim në renditje, por gjithmonë kam mendue se uniteti dhe kompaktësia dhe forca shpirtnore, morale, karakterë, dëshmore, heroina e tjerë, janë përfshi Malësi e Madhe. Dhe unë son të këtu,
po e përshëndes zotnia Krembardhën. Nuk do të flasë për historinë e ti, por pari thash, i lumi ti që ka ke vepruar në jetën tënde. Dhe falenderojmë shumë se gjithmonë me zemër, me malësi dhe për malësi ishte gati. Këtu ashtë dhe kleriku ynë, dhe unë i shkoj kësaj çdo njeri që ka një zemër me jo afrue, me ditë përse ke shkue, aje ka respektin dhe nderën. Arrin atjen në krye, apo rrin fund, jemi të një nivelit përbashkët, me dasht, me respektue, me nderue, dhe me njoft e me kuptue atë tjetrin. Dhe malësin e madhe e kanë kuptue gjithmonë edhe bota tjetër shqiptare. Në përmes të shoqatës malësia e madhe, këtu kanë ardhë në këtë kish, apo me thonë ma mirë në këtë salë, të nderua dhe Franceskan tanë son të ashtë Dom Fredi këtu, po ata që ishin ma parë, edhe ma parë. Këtu kanë sjellë Sali Berishën, ajo demokracia që duhej për Shqipni. Këtu kanë sjellë Pjetër Arbnorin, Alfred Mojsiun, Recep Mejdanin. Këtu kanë sjellë burrat e shqiptarisë dhe Bujar Nishani, po i kthem ti konkret. Malësin e madhe nderoj mendim të shoqatës Malësia e madhe me Heoroj Dexhjalulin në Tiranë. Malësin e madhe nderoj kur duel në Kelmen, por malësin e madhe nderoj e laq ma shumë kur shko vetë të shtëpia e Dexhjalulit. Vllazën, unë e di se Malësia e madhe ka veprue e vepron edhe u lumt. Po unë gjithmonë kam qenë asaj vllazën, sa do që janë shoqata sonte që unë i neroj dhe i respektoj, prap janë malësi e madhe. Kushdo që është tu nga Kosova, shqiptar dhe për shqiptar, sepse vetë malësorët kanë veprua për Kosovën, dhe Kosova ka veprua për malësin në kohën e Dexhjalulit dhe Isa Boletinit e sa tjerve. Tanë kontributet që i keni ba, i keni lanë dikuj lugë me hangër, gotën e ujit me pi, i keni lanë kulmin e shpis, i keni lanë rrugën, u keni godit rrugica ura, i keni lanë shpit malësis madhe që ajo tjetë gjithmonë me ju. Dhe unë këtu pe përfundoj, dhe rënoshi, kaloshi mirë, shoqata Malësia e madhe nder, edhe këto tjera shoqata që shkojnë koordinim me te, dhe suksese. Ta duam njani tjetërën se të largojmë tëna ato që ka zduhet, se gjithmonë shqiptaria rënoft, dhe rënoft një shqiptari e përbasht me trojt përbasht të shqiptare. I nderuari kryetari shoqatës Malësia e madhe Nrek Xholaj, antarë të komunitetit ton, të nderuar të pranishëm zonja dhe zotrin. Është kënaqësi dhe privilegj i vërtet të qëndroj këtu para jush dhe t'ju përshëndes të gjithëve. Si në emër të shoqatës Jehona Malësisë, ashtu edhe në emrin tim personal, në lidhje me këtë event të rëndësishëm për ngritje fondesh në organizimin e shoqatës Malësia e madhe Michigan. Para së gjithash, dua t'ju shpreh urimet e mia të përsemërta secilit prej jush për punën e paqëmuar që po bënin në mbledhjen e fondeve që do të kontribuojnë drejt për drejt në përparimin, në zhvillimin, në ndihmën dhe veprimet mbështetëse si për komunitetin shqiptar këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ashtu edhe për vendlindjen tonë të dashur. Roli që luajnë nisma të tilla në nxitjen e solidaritetit brenda komunitetit ton është i jashtëzakonshëm. Mbështetja që i ofrojmë njëri tjetrit, qoftë afër apo larg, është ajo që forcon themelet e identitetit dhe kulturën son të përbashkët. Shoqata Jehona Malësisë do të mbështetës gjithmonë me krenari dhe do të marrë pjesë në evente të tilla.
duke mbështetur jo vetëm shoqatën Malësia e Madhe në Michigan, por edhe çdo organizim dhe çdo shoqatë tjetër atletare shqiptare si këtu në Michigan, ashtu edhe me gjerë. Ne, shoqatat e komunitetit, jemi zëri i komunitetit. Dhe vetëm përmes bashkëpunimit dhe partneritetit vllazëror mund të arrijmë idealet tona kombëtare. Me dëshirat më të mira vllazërore, sill me kënaqësinë më të madhe që buron nga thellësia e shpirtit, ju njoftoj se secili prej jush këtu është i ftuar ngrohtësisht dhe i mirëpritur në të gjitha eventet dhe manifestimet e shoqatës Jehona e Malësisë. Sa herë që jemi bashkë, si që jemi këtu sonte në këtë event të bukur patriotik, jemi një ditë më afër përmbushjes së idealit të bashkimit kombëtar. Dhe çdo hap që hellim, tani në këtë drejtim do të bëjmë të ardhmen tonë më të ndryshme dhe më të begatshme. Le të kujtojmë se uniteti kombëtar është shtylla mbi të cilën ndërtojmë të ardhmen e komunitetit tonë. Duke mbështetur njëri tjetrin, ne promovojmë frymën e bashkimit që përcakton identitetin tonë. Çdo akt mirësie dhe çdo gjest mbështetjeje kontribuon në qëllimet më të madh të ruajtjen dhe pasurimin e trashëgimisë sonë kombëtare dhe avancimin të kauzës së komunitetit dhe atleut tonë. Një nga rezultatet më të prekshme të një bashkëpunimi të tillë ishte ndërtimi i përmendores së kryeheroi ton kombëtar Gjergj Kastriotit Skënderbeut. Ky monument qëndron jo vetëm si një homazh për heroizmin, për lirinë, për guximin e Skënderbeut, por edhe si një simbol i saj që mund të arrijë kur jemi të bashkuar të gjithë dhe unik. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përgëzoj për një angazhim tuaj ndaj kësaj kauze fisnike dhe shpresoj që ky aktivitet mbledhje fondesh të jetë një sukses i madh. Qofshim gjithmonë të bashkuar dhe rnoft kombi shqiptar. Faleminderit. Mirëmbrëma të gjithëve. I nderuari meshtar Don Fred Kalaj, i nderuari kryetari i shoqatës Malësia e Madhe zotni Nrek Xholaj, së bashku me krejt antarët e stafin tuaj, pjesëmarrës të shoqatave tjera dhe ju të pranishëm. Ju përshëndes në emër të shoqatës Koja dhe në emrin tim personal. Është kënaqësi të gjendem këtu në mesin tuaj në darkën tradicionale të shoqatës Malësia e Madhe. Shoqatë e cila u krijua më para këtu jashtë dheut për malësorët dhe malësinë. Kjo shoqatë e cila mblolli rreth vetes njerëz të dalluar të komunitetit, mendje të ndritura dhe patriot të devotshëm. Një respekt për të gjithë ata që e mbajtën të gjallë këtë shoqatë patriotike e bën mirëse që nga formimi e deri tani. Suksese në punën e me teme i dëshiroj shoqatës Malësia e Madhe. Nikosisht uroj bashkëpunim të mirëfillt në mes të gjitha shoqatave, në mënyrë që të dalim zot sa më mirë nevojave të malësorëve, si në malësi ashtu edhe në mërgim. Falënderit. Të nderuar bashkëdhëtar, i nderuar Don Fred Kalaj, shkelqësia juaj, konsul Lerit Ekrem Bardha, donator bujar, përfaqësues të shoqatave, përfaqësues të shoqatës Malësia e Madhe, miq të dashur me mbrapa. Sonde kam nderin të flas para jush në emër të zotni Llesh Junçaj, kryetari i Fondit Kombëtar Rafsha, i cili për arsye të pamundësisë për të qenë vetë prezent, ka ngarkuar të përcjellë përshëndetjet e tij me të përzemërta dhe falënderimet me të sinqerta për të gjithë ju që ndodheni këtu
dhe që gjithmonë e mbështesni këtë kaos fisnike. Në emër të tij, të kryesisë fondit dhe të gjithë anëtarëve, dëshiroj t'ju shpreh një mirënjohje të thellë për pjesëmarrjen dhe për kushtimin tuaj në këtë mbrëmje të organizuar me përkushtim të madh nga shoqata adlletare Malësia e Madhe në Michigan me në krye zotnin Rek Gjollaj. Kjo darkë nuk është thjesht një mbledhje shoqërore. Ajo është një akt simbolik dhe konkret i bashkimit tonë si komunitet, i kujdesit ndaj vetëlindjes dhe i përgjegjësisë për ndjenjim për të dashur dhe për krahur njëri tjetrin, pavarësisht largësive që na ndajnë nga vendlinja jonë, Malësia e Madhe. Fondi humanitar Rapsha është themeluar mbi vlerat më të larta të solidaritetit, të ndihmës për të pamundurit dhe të angazhimit për të kontribuar për përmirësimin e jetës së bashkëvendasve tanë në Malësi të Madhe. Me përpjekje të vazhdueshme, fondi ka arritur të mbështesë familjen në nevojë, të ndihmojë në shërimin e të smurve, të përkrahë studentë të rinj, si dhe të lehtësojë barrën për ata që përballen me vështirësi ekonomike dhe shoqërore. Të nderuar donator, gjithçka që është arritur deri më sot nuk do të ishte mundur pa mbështetjen tuaj, të palje kundur. Ju përfaqësoni zemrën e shoqatës Malësia e Madhe, si dhe të gjitha shoqatave që veprojnë me përkushtim në shërbim të komunitetit shqiptar në Michigan, duke ndihmuar edhe në Malësi të Madhe. Kontributet tuaja, të lëna me dashuri dhe ndjenjë të lartë përgjegjësie janë më shumë se ndihmë materiale. Ato janë dritë shprese për bashkëvendasit tonë në nevojë. Me çdo donacion, ju luroni shpresë, forcë dhe ndjesi të ngrohtë, që askush të mos të jetë dhe mos të ndihet i harruar në vendlinjen tonë. Sonte jemi dëshmitar të një komuniteti që nuk e harron kurrë origjinën, që mban të gjallë lidhjen me rrenjët dhe që shfaq me krenari dashurinë për Malësinë dhe për njëri tjetrin. Është kjo frymë që na mban bashkë, që na motivon dhe që na jep besim se së bashku mund të bëjmë shumë më tepër. Në mbyllje dëshiroj të shprehim mirënjohjen dhe vlerësimin më të lartë për shoqatën Malësia e Madhe, për organizimin e kësaj mbrëmje kaq dinjitoze, si dhe për të gjithë ju që me përkushtim e dashuri qëndroni gjithmonë pranë Malësisë dhe njerëzve të saj, duke dëshmuar se solidariteti dhe kujdesi për vendlindjen nuk njohin kufi. Zoti ju bekoft, ju dhe familje tuaja, rënoshi gjithmonë të bashkuar për Malësinë dhe mbar shqiptarizmin. Faleminderit. Mramja mirë se në bashkoj Zoti, falenderoj me gjithë zemër, zotnin Rek Gjollaj, keni ba këtë përgatitje edhe këtë tubim me të vërtet vlefshëm për komunitetin, për Malësinë, për Shqipninë, po jam shumë i nderuar edhe njëhem krenar që edhe si kish me prezencën e tij zotnia Kerim Bardhaj në rën kishën tonë, në rën këtë sallë, në rën këtë tubim, në rën këtë pa dësojmë ledhet edhe bashkimin që bajnë prezenca juaj është e mrekullueshme edhe mirëpritëse. E vllazën mo ta du me baj fije ma informale, tanë ata folsa tjere kanë bajnë në mënyrë formale, edhe tanë muhabetin. Që si e shikjoj unë rëndësinë e shoqatave. Me të manë kisha është organizata bazë, është kryesorja, ta nëntartë e ta në shoqatave janë nëntartë kishës, për prasë me kanë shoqatave. Por kisha si organizatë nuk mundet ka i herë me shku në tanë ata ambiente, ose në tanë ata vene, që ka nevoj për njime për asistencë. Adhe në kisha ma të e përshikjëm në nërë përgjithshme. Pra ne puna shoqatave është e mrekullueshme, sepse ata mundin me vepru, me shku thellë, në pra ata nevojat e vogla që nuk mundet me shku kisha. Nuk mund me ditë që dikush në rap shtortit, për shembull, ka nevojë për me ndrru rufin i fëmijë për me shku në shkolla i diçka tjetër. Na mundna me shikju në nërë veçantë. Kurse shoqatat në këtë problem me tamam e kompleks, që i thënë
komplet, e kompleton detyrën edhe misionin e kishë, me shku në ata segmentet e vogla. Kështu ka kanë gjithmonë. Ba me shikju edhe në aspektin e malë, për shembull i peshkvit, kanë në Shkodër, kanë qytetet mlaja, po fretnit ka shku në për male. Ati ku kanë mujtë me shku i peshkvit. Kanë shku fretnit marë për vujtnin e tyne me shërbime në më rrallë. Pra në këtë aspekt edhe shoqata bën punë të male. Unë tash 10 vjet e fundit, që kam kënë, që jam këtu të kisha Shqiptalit, edhe qysh për para me të vërtet, prej shoqatës Malësia Male kam pas një. Na kisha jonë ka atë bugjetin, e si e kanë tana kishat, po nuk e kena pas për gati 8 vjetë, nuk e kena pas që i thonë Christian Service. Në gjdo kish Amerikane është një sasi e pareve që dahen janë për nevojat e popullit. Për shembull, kur kam kënë St. Patrick, kena pas $250,000 që a dash mu shpenzu gjatë vitit për nevojat. Kena pagu e majmen St. Patrick shumë shqiptar që nuk mushin me pagu rentin, edhe me pagu gjanat tjera, e ja kena pagu. Pra na nuk kena pas mundësi, edhe sa herë ka kanë në të kohë, ka kanë leka, kryetari, edhe lekleci, edhe kam shku bile e majme një herë $8,500, ja kam të shu një familje, që ishte ba gruja smur, ky ishte pas me damën probleme shëndetësore, edhe doshin me i zjarë prej shtëpijet e kanë shku ja ka pagu, edhe shumë raste tjera. Kur në vishin për nevoje, thosha shko të leka. Adhe në shko të shoqata Malësia Male, sepse ata kanë me të një mu e ka një mu. Ja di jasë zakonisht shumë për nërë, sepse në përmjet punës tyne, na jena në ru edhe na, si kish. Edhe thanë kam shku të kisha, edhe i kena kry detyrat. Pra na edhe i hera është një diqa me të vërtet e bukur, kur s'duhet me harru, kur në mënyrë më absolute nuk duhet me harru, janë edhe ta fjalët e famshme që ka thanë Fanole, ma hunan maski frikë se ke djelë në mëri. Na ka ba Zoti në fakë, që thoi më fatë për me jetu një vend të pasën, edhe muna me një mund tjerë, është me një mund tjerë dhe është gja me të vërtet fisnike. Nuk du mi u majtë se për u majtë gjatë që kur se harroj herë që më ka ba thanë dëmprek nërvashaj. Ta ka kanë atje në Dugajin, ka një djallë, të ditë që janë gjithku në tanë vendet krahinat, shumë i gjallë, punëtori malë, inteligent, edhe fitovi pare, një që sa mujtë me dhanë Dugajinje, jo me lkure, me tamele, me mishe, me bi medicinale, me drume, me gjithësha, u ba pasani. Edhe një motë e thote gjithmonë fokarat. Edhe një kohë të saktume, i thote shoqja, më rëborë i thote, bolë se e tu i hargju shumë pare. I thote, janë të na rritë fmit, duhet mu martu, duhet mu ba tanë atje të i dhanë pare shumë. Adin duhet me menu edhe për vedi. I thote, një atë sa në ka dhanë pare, ma i gru Zoti, nuk jena të i allanë në fukarave. I thote, ajo një ashtu ashtë, për jena të fitu, i thote, me djerë zbali. I thote për pa i shoqë, një ashtu ashtë, gru, me djerë zbalit jena të fitu. Por me tha një lëtë në sy, ja vlen djerësa e një vitit. Në të gjana, janë gjanat bukra, e kam një shumë vjetë për para, më ka metë në zemër, nuk ka harroja si herë këtë gjanë. Me tha një lëtë. Por, duhet me pas në edhe i fije se më duket dojnë me në abuzu, ka i pak, duhet me pas i fije kujdesit të gjana. Me këdu se, me tha lëtë ashtë gjanë mirë, po me kry ata dëshirat e mlaja që mundin me pas njëzit. Me gjithate deri tash shoqata Malësia Male, ka la një kontribut mrekullueshëm, e ka administru në shumë të mirë paret e fondet që janë gërmullu, edhe me të vërtet i ka la nërë vete si në rrallë parë, antarve, po i ka la nërë edhe kish, me gënë se shoqata, si tana shoqata tjera, ka në rajin të kisha jonë. Edhe gjithashtu të falenderojës edhe në pjedhim, kur fillove the në kishën e Shqiptalit të sala, jena mledhës bashkët sot për me baket, nëre kje i mërkullushëm, gjithmonë të kam dashë për që i shpejt pjedhimit kër jena një, e ta privë Zot i marë mirë ju, e tanë dhe këto që janë, edhe kisha pas shef me një valonin edhe herë të nakë. Ju rujtë Zot, e kaloshi mirë. Të shtë unë nëse nuk kam në i fjallë bukur më ju thanë, ju kërkoj fale se fjallë më të mire, fjallë më të bukur i thanë, para polisit e mi ma është kompetencë. Por dy fjallë do t'ja them për ju.
të nderuar vëllezër e motra, malësor, i nderuar kryetari i shoqatës Malësia e Madhe, zoti Nek Xholaj, i nderuar pamullitari kish Shënpalit, do Fred Kalaj, i nderuar konsul i nderit i Republikës së Shqipërisë, zoti Ekrem Bardhaj, të nderuar kryetar të drejtues të shoqatave vendetare me Shqipëri, mirë se u gjeta, dhe në emër të shoqatës Kastrati ju sjell përshëndetje dhe urimet më të përzemta dhe vëllëzore. Unë jam këtu bashkë me zotin Pjerin Prekaj, jashtëantari i bordit drejtues të shoqatës, po ashtu edhe kryetari i Këshillit Kishzoja Pajtore. Edhe një tavolinë nderuar aty me zotni pjesnik, sikur thashë Piero Stani me John Stanin, apo Dodi Vezaj, apo Vasil Sinisha me Pirin. Kur e filluan bisedat tona mas parit, luvdum Krishtin. Dhe thamë, kjo luvdu Krishti. Edhe besoj edhe secili për jush me këtë urim e keni filluar këtë darkë, dhe sikur se thot Krishti, ku janë 2 apo 3 në emrin tem, aty jam edhe me ju. Pra, ky bashkim sonte është në emrin e Krishtit dhe urej të jetë sa më i suksesshëm. Vëllezër e motra, komuniteti shqiptar në Michigan ka potenciale të jashtëzakonshme. Por duhet pak vullnet edhe pak punë që këto potenciale me rrit dhe me i thith edhe me i qu në drejtim për veprat mira që ka nevojë komuniteti këtu, por edhe Malësia. Sigur të mos ishte kjo iniciative shoqatës Malësia për këto fonde sonde, sigur të mos ishte ftesa që na pësove ne, o jam shumë mirënjohës për ftesën, sigurisht i ka ftu dhe ju, azat zështë ishte banë. Pra, me këto fonde do të realizohet një projekt i mirë, por pa iniciativin e kësaj shoqatë, që është bashkë shembull në komunitet, dhe shoqata jonë ka shumë me mësu projekt tyne, azat nuk ishte realizuar. Shpartë tonë, në Malësi, kanë luftu me pushk, me ujtë Malësin. Sot, ne këtu, palë parëve tonë, kena luksin që mos bëjmë luft, por t'japim fonde. Kjo është luks. Prandaj, secili ta shfrytëzojmë këtë mundësi që ta ndihmojnë Malësin, që Malësin tonë të madhe, ta marrim Malësi sigurisht ne kanë në parë, nëse nuk kena të zot me bashku tokat, askush nuk na pengon që ne të bashkohena këtu, si vazën, njëri me tjetrin, dhe të ndihmojmë Malësin, dhe kështu në këtë formë, jo vetëm mbledhim fonde, jo vetëm bashkojmë fonde, por bashkohemi me njëri tjetrin, edhe i frymës së bashkimit edhe të bashkëpunimit. Ta marrim Malësinë e madhe, Malësi të madhe sa tjeta. Me këto 2 fjalë, ju uroj natën e mirë dhe faleminderit juve për ndëgjesën. Natën e mirë.
Sonte kontributet janë si vjen. Robert Shkreli, $500. Lazar Palushaj, $500. Gjergj Zevde Divanaj, $1.000. Pashko Nuat Gjelaj, $500. Daniel Palushaj, $500. Pjetër Berishaj, $1.000. Nrek Gjolaj, $1.000. Dod Lucaj, $500. Luiq Gjokaj, $1.000. Martin Ulaj, $500. Lindon Lajqaj, $500. Rok Gjelaj, $500. Gjelosh Camaj, $1.000. Marian Camaj, $1.000. Toqata Kastrati me kryetar Valentin Lumaj, $500. Pjetër Stanaj, $4.000. Si gjithherë. John Stanaj, $2.000. Nipi. Martin Gjergj Marashaj, $200. Lutz Gojqaj, $200. Toni Gojqaj, $1.000. Anton Lajqaj, $300. Nua Lulash Gorvokaj, $200. Anton Toma Gorvokaj, $200. Simon Toma Gorvokaj, $200. Lulash Palushaj, $200. Zef Zigi Dedvukaj, $500. Kisha Shënpalit, $1.000. Faleminderit. Gjok Martini Junçaj, $1.000. Palok Zefi Junçaj, $200. Luk Junçaj, $1.000. Anton Kol Sinishtaj, $500. Nikolas Luk Sinishtaj, $300. Nikol Luka Vulaj, $5.000. Që gjithmonë. Faleminderit. Luiq Rok Lëgjuraj, $500. Mark Nikol Lëgjuraj, $1.000. Det Gjergj Dedvukaj, $500. Luiq Cacaj, $500. Fran Gjeka Sinishtaj, $500. File Vasel Pjetër Gjonaj, për shpirtin e të ndjerit Nikol Gjonaj, vllaut saj, $500. Luiq Vasel Gjonaj, $200. Gjergj Vata Gjokaj, $500. Royal Diner Pashko Martin Albert Gojqaj dhe Nipi Gjovalin Selca, $1.000. Rok Preka Gojqaj, $500. Nikol Doli Gojqaj, $500. Anton Det Gojqaj, $250. Zef Toma Gjonaj, $300. Dod Martini Vezaj, $300. Lek Leci Gjonaj, $1.000. Rok Zefi Lucaj, $500. Gjergj Ivezaj, $500. Vasel Mark Sinishtaj, $300. Everest Vatnikaj, $1.000. Pashko Gjokaj, $1.000. Kol Gjolaj, $2.000. Gjok Kol Micakaj, $1.000. Niko Martin Uli, $100, antari më i ri i shoqatës tash. Faleminderit. Antarët e Këshillit Kishës së Palit. Edvin Hoti, $100. Anton Syli, $100. Marash Micakaj, $100. Kristian Miculi, $100. Prang Balabani, $100. Gjergj Kol Lajqaj, $100, kryetari i Këshillit, kryetari i ri. Faleminderit. Steve Toma Junçaj, $100. Disho Sinishtaj, $100. Palok Toma Berishaj, $100. Simon Ivezaj, $100. Robert Samaj, $100. Nik Gjurashi, $100. Mark Gjergj Gojqaj, $200. Steve Deloshaj, $100. Pra antar të Këshillit Kishës. Faleminderit. Gjok Nikol Lulaj, $1.000. Tom Gjolaj, $500. Vada Technology dhe John Gjolaj, $4.000. Faleminderit. Maloti Vezaj, $1.000. Tonto Dushaj, $100. Gjergj Vulaj, $1.000. John Perkaj, $500. Simon Gjoni Sinishtaj, $200. Dod Ivanaj, $200. Kolde Divanaj, $200.
Gjok Pietri Gjolaj $500, Roberto Gjuraj $1.000, Noa Kol Gojqaj $200, Pashko Legjok Gojqaj $500, Fran Gjokaj $500, Ekrem Bardha $5.000. Faleminderit. Marash Nëculaj $300, Mark Gjergj Berishaj $2.000, Anton Micakaj $500, Wilson Sinishtaj $200, Zed Berishaj $500, Agron Dedivanaj $200, Peti Camaj $500, Gjergj Kelot Gojqaj $500, Gjovi Lulguri $300, Tom Gjokaj $1.000, Ilir Gjokaj $1.000, Mark dhe Martin Gojqaj $1.000, Marian Lulgjuraj $500, Alban Gjokaj $500, Frank Gjokaj $1.000, Shoqata Kosova $1.100. Faleminderit. John Ivezaj $100. Kurse familja të ndjerit Simon Palushaj, për vitin e kaluar që nuk kemi bërë fushat për grumullime fondesh, $25.000, kurse këtë vit 25.000 tjera, $50.000. Në total $112.050. Faleminderit gjithëve. Të dashur teleshikues, jemi këtu me kryetarin e shoqatës Malësia e Madhe. Natyrisht ky event për ngritje apo për mbledhje fondesh është një nga veprimtaritë kryesore, se pa fondet nuk kryhet edhe veprimtaria e shoqatës. Sot mësuam zotin drek që afërsisht janë grumbulluar rreth $120.000. Herë në radhë të parë, shfrytëzoj rastin të tu përshëndes juve si televizor dhe të gjithë shoqëruesit e këtij programit që bani punë të bukur e të mirë. Shoqata Malësia e Madhe shpreh gjitha dëshirat, t'i falenderoj gjithë donatorët e sajna që nga fillimi i ndërtimit të kësaj shoqate. Dhe sot e kanë treguar vetin, edhe këta që i kemë sonë të prezent, por edhe i shumic tjetër që s'ka mujë më arsonte, por kanë dhënë kontributin e tyre dhe vazhdojnë edhe në ditët që vijnë. Ishte interesant fakti që edhe pse i ndjeri Simon Palushajin është në Parajs, familja e tij ka dhënë rreth $50.000 për shoqatën kësaj here. Po, e falenderoj nga zemra familjen e të ndjerit Simon Palushaj, e cila po vazhdon të jap kontributin e çmuar në shoqatën tonë. Zoti e ruajt me të mirat e vetën familjen e tyre. Cilat janë 3 apo 4 drejtimet kryesore ku shkojnë fondet? Po, si zakonisht, shoqata Malësia e Madhe ka ndihmuar studentët, familje me nevoja të veçanta, të smur, ka ndihmuar shkolla, ka ndihmuar klubet sportive, shoqata kulturore artistike, mren dhe jashtë atleut, ku është ka nevoja, shoqata Malësia e Madhe ka ndihmuar dhe ndihmon dhe vazhdon kontributi i saj. A do lypse të bëhet diçka për vetë komunitetin ku jeton shoqata këtu? Po, është mirë që së bashkut me komunitetin ton të mendojmë edhe për këtu, se dhe këtu na lypet që të angazhohena që për trit tanë që janë të zhvilluar të rrit këtu, që të mujmë të ruajmë njëri-tjetrin, të ruajmë gjuhën, të ruajmë kulturën, traditat tona shqiptare dhe mos t'i lëmë masdore. Dhe ju jeni një shembull i mirë për këtë, djali juaj Valoni, një këngëtar, një talent i vogël edhe sot, e kësaj here entuziasmoi të pranishmit. Po, vazhdon dhe i tash si i ri, ka talent, e shpresoj që do të vazhdoj edhe në të ardhmen e tina, dhe shpresoj që edhe tjerë moshatar të ri, të moshës e tina, të ruajnë e të mundohen të ruajmë e të mbajmë gjallë kulturën, gjuhën e traditat tona shqiptare. Shoqata Malësia e Madhe në këtë mes edhe sot ishin të pranishëm dhe shoqatat tjera të pjesëve të malësisë, dhe kjo është një gjë mjaft pozitive, besoj. Po, është shumë pozitive, sepse këtu mezi se jem shoqata bajaki, por tregojmë një bashkëpunim me njëna tjetrën, si shoqata Kosova, shoqata Sofra e Kelmenit, shoqata Kastrati, shoqata Rapsha, Jehona, Koja, gjitha shoqatat, kur është nevoja bashkohena me njëna tjetrin dhe i napim atë nimen, nimojmë ku është nevoja mas forti.
Ju uroj gjithë të mira dhe suksese shoqatës suaj dhe gjithë anëtarëve të saj. Faleminderit dhe uroj shëndet. Gjithë mira. Ju folët në takim, por është mjaft impresionuese fakti që janë shoqata brenda Malësisë së Madhe, të fshatrave, të maleve të Malësisë së Madhe që gjejnë vetveten, secila prej tyre në një aspekt të veçantë për të ndihmuar vendlindjen. Si e vlerësoni këtë fakt? Po, zotni Rafael, unë gjithmoni kom shku asaj që vërtet shumica ban forcën dhe gjithmonë kur njerëzit punojnë bashkë me njëri tjetrin. Ani pse janë shoqata aty, ti afrojnë njëri tjetrit si vllazën dhe ti kryejnë ato detyra në kuptimin e ndërmarrjes që marrin ata, mos të lëshohen të gjithë për një temë, por t'i ndajnë detyrat apo ato, si thuash, obligimet. Njëna shoqat punon për diçka, edhe shoqata tjetër për diçka tjetër, edhe ato vinë e plotësojnë njëna tjetrën. Po unë po të them, tash vite, malësorët e Malësisë së Madhe duhet me i nderue dhe me i respektue. Sepse, edhe pse Noli e Konica atëherë ishin kolosat e shqiptarisë në Amerikë, ishte dhe Atanas Gegaj, po ashtu një doktor profesor nga Malësia e Madhe që ka doktorue në temën Përgjes Kastriotin Skënderbej, dhe vinë deri te rrallët e 65 vjetëve të malësorëve që nuk janë larguar prej aktiviteteve. Edhe atëherë janë munduen përmes të këtyre festave kombëtare e tjera ta mbojnë atë veten e ta ruajnë emrin Malësie e Madhe, të respektojnë ata dëshmor atje, gjithçka kanë sakrifikuar në kuptimin e asajt veprimtarisë Malësisë së Madhe dhe duhet nderua këta djelmosha e vajza kushdo që punojnë brenda shoqatit për angazhimin e tyre që veprojnë për të mirën e Malësisë. Unë e theksova atje, këta kanë vepruar edhe për student, edhe për njerëz në nevojë, edhe për pleq, edhe për sa tjera të rrallshme që kanë vepruar. Këto është në drejtimin ekonomik. Në drejtimin politik, unë e shoh një domosdoshmëri, mobilizimin e gjithë shoqatave shqiptare për çështjen e ulçinit. Cili është në opinioni juaj? Opinioni im është, unë bile edhe deri tash mendoj pse nuk jemi quhe ne të shkojmë në një protest, anë në New York, anë Washington. Sepse me bolli kanë da e na kanë marrë të soptue trojet tona shqiptare, tash edhe me shkuëm brenda zemrës shqiptarisë të ulçinit asaj të që është histori shekujsh, ata është lëne se ne na çkatrojnë e na damtojnë, por në këtë kuptim për të organizuar një protest përgjithshme apo dhe not protestuese me shkrim, është një vlerësim që gjithë bashkut, jo vetëm Malësia e Madhe, por në bashkë shqiptarët kudo janë në Amerikë, t'i ruajmë e t'i përkrajmë vllaznit tanë të ulçinit e krajs me ato vende alejna. Profesori, faleminderit. Kaloshi mirë, faleminderit. Gjithë të mirat, faleminderit gjithmonë që jeni pranë televizorit. Faleminderit shumë. Faleminderit suksese dhe falenderoj mediat ju dhe çdo herë që merr një pjesë kudo, sepse në atë mënyrë pasqyroni jetën e komunitetit po dhe ma gjarë në kuptimin e sferave kombëtare shqiptare. Ju faleminderit. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, kemi këtu një nga drejtuesit e shoqatës, profesorin Luk Junçaj, i cili është aktiv në organizimin e kësaj shoqatës. Luk, çfarë është e veçantë e shoqatës Malësia e Madhe? Si vazhdojnë ta ruajnë ata traditën? Shoqata Malësia e Madhe është gjithë në kompakte mas 25 vitesh. Arsyeja që ne jemi kaq kompakt, jemi kaq aktiv, kaq të fortë, është fakti se forca na vjen nga Athdheu, nga Malësia. Aktivitetet tona kanë qenë pothuaj 100% të lidhura me Malësinë dhe ajo është forca jona, është motivi jona, ajo është ajo që na shtyn të jemi aktiv dhe të vazhdojmë të veprojmë dhe të ndihmojmë atje ku janë nevojat më të mëdha. Kësaj here po duket një problem tjetër në ulçin. Por me vendimet e qeverisë malaziase kundër vendimit të komunës së Ulçinit për të caktuar fatin e plazhit të madh të Ulçinit.
çfarë mendoni që mund të bëjë shoqata në këtë drejtim? Si historian që jeni. Ne këtu në Mërgim e kemi ngritë zanën ndaj kësaj ngjarje që është aktive tani në Ulqin. Pronat shqiptare, tokat shqiptare atje duhet të kontrollohen nga shqiptarët, nga ata që ju takojnë, e jo nga pushtetarët malazez apo serb që tani kanë një fuqi në maltësi. Pra, unë jam i mendimit se gjithsesi shqiptarët, edhe ashtu duket se edhe ka medalë në fund se shqiptarët do të mbeten sot të atij venit dhe komuna e Ulqinit e askush tjetër nuk ka drejt vendosi për plazhin e Madhulqinit, që është plazhi më i mirë në krejt maltësi. Është pothuaj kopje e plazhit që është në anën tjetër të kufirit në shtetin shqiptar, në shtetin Am. Në plazhi i Velipojës është identik me atë të plazhit madh që është në Ulqin, me një ranë të jashtëzakonshme që Malizi nuk e ka askund dhe kuptohet se aty në ju intereson shumë që të mund të futen dhe të grabisin sa ma tepër aty, po nuk besoj se do të eci. Nuk janë vetëm ulqinakët që janë kompakt në këtë rast kundër marrjes së plazhit madh, po janë edhe gjithë shqiptarët në maltësi, edhe Tuzi, edhe Gucia e tjerë, pra janë që kjo tokë të mes shqiptarëve, se pra është e tyre. Të dashur teleshikues, shoqata Malësia e Madhe, ashtu si gjithë Malësia, por bëhet nga fshatër ndryshme, siç është edhe Koja. Pra edhe shoqata Koja ka atë veçoritë e veta, natyrisht ka independencën e vet, por është edhe në kuadër të shoqatës Malësia e Madhe. Si e shihni bashkëpunimin? Po bashkëpunimi ka qenë gjithmonë i mrekullueshëm me gjitha shoqatat, edhe ashtu duhet. Më qysh krijimi i shoqatës Koja, bashkëpunimi me gjitha shoqatat shqiptare dhe në gjitha ngjarjet e problemet ku është kënë nevoja që i bashkëpunohet, ave ban më të fortë. Ne në Mërgim nuk jem të bashkuam e të ardhën që të luftojmë njëri tjetrin, po të bashkëpunojmë, të duam njëri tjetrin, të duam gjuhën, të punojmë për familjet, punojmë për vendlindjen, edhe kuptohet edhe për komunitetin shqiptar që janë këtu në Michigan. Dhe unë përgëzoj punën e shoqatës Malësia e Madhe, që ka bën shumë vepra që dikur kam qenë edhe unë antari i shoqatës Malësia e Madhe, me të vërtet ka meritat mëdha, dhe gjitha shoqatat tjera në këtë mënyrë tregon që vendlindjen se harrojmë, por vendlindja nuk pahet me fjalë, por me vepra konkretisht si kur sonte që kjo fundraising i madhështor, ku morën në pjesë shoqatat e komunitetit që janë shumë me rëndësi, që së bashkut ne do të preparojmë, së bashkut do të jemi më të fortë dhe së bashkut në këtë mënyrë shoqatat kanë edhe luajnë një rol të madh në çdo komunitet dhe duhet të respektohen nga çdo komunitet të gjitha shoqatat që veprojnë për të mirën e vendlindjes, për të mirën e Malësisë, të mirën e Shqipërisë, por dhe për të mirën e ruajtjes e traditet këtu në Mërgim. Zoti Marash, ju faleminderit për punën që bëni, për angazhimin e vazhdueshëm, edhe pse ja keni lënë shoqatën Koja të zotit Kërvoka, i cili me fjalën e tij të shkurtër por mjaft domethënëse i tëroqi të pranishmit, ju uroj të vazhdoni punën e tuaj, jo vetëm në kuadër shoqatës, por edhe në kuadër të Ligës Qytetare Shqiptare Amerikane. Unë me të vërtet sonte shumë i lumtur, jo vetëm që e mora pjesë në këtë darkë, por mora pjesë pas 8 vitesh si ish kryetari i shoqatës Koja, po me krenari e digjova kryetarin Nua Gorvoka me fjalët e zgjelluna, me fjalët e bukura, ashtu si din Kojasit dhe si din Malësor, dhe jam shumë krenar që shoqata Koja sot është në duar të forta dhe një kryesi të cilën e përshëndes nga zemra. E pra të dashur teleshikues, në ambientin e krijuar nga muzika folklorike e Hananik Prelaj apo edhe e grupit Kuqezi, përfundoi kjo mbrëmje me atmosferën e gëzimit, sikudo që vlerëson kontributin e patriotik të malësorëve në drejtim të ruajtjes së vlerave kombëtare, në drejtim të mbështetjes për vendindjen. Miru takoshim në emisionet të tjera.